Drejtoria për zhvillim ekonomik në Gjakov pas thirrjes për aplikim të bizneseve lokale për grante në kuadër të programit Fondi Zhvillimor për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, ka shpallur listat përfundimtare të përfituesve nga kjo thirrje. Granti ishte i ndarë në 2 lote. Në të parin ishin startup bizneset, ndërsa në lotin e dytë ndërmarrjet mikro dhe të vogla. Pronarët e startup bizneseve përfituese të granteve komunale të kategorisë lot 1 janë Krenare Lila, Arleta Kërleshi, Teuta Komani Nrejaj, Josefina Ukaj, Laura Qarkagjia Tefiku, Luiz Balaj, Violeta Bibaj, Arbnore Berisha, Besnim Mahmutaj, Zoja Deda. Pjesë e listës rezerv janë Ema Hasi dhe Qëndresa Hajdaraj Berisha. Ndërkaq bizneset lokale mikro të angazhuara në fushë të prodhimit, përpunimit dhe artizanateve tradicionale, që përfituan nga grantet komunale ishin Golaj SHPK, Premium Furniture SHPK, Geli SHPK, Gjoni Metal SHPK, Artan Qerimi BI, Gexha SHPK, Exona Gushi BI, Vjolca Bytyqi BI, JV Distillery SHPK, Right Company LLC, Iqballe Bytyqi BI, Flamur Jetishi BI, Ferma Klea SHPK, Hasi SHPK, Sadrire Morina BI, Lek Vula BI. E në listën rezerv janë Lindita Quni BI dhe Elex Plast SHPK. Vlera financiare e granteve në total ishte 140.000 euro, ku prej tyre 16 biznese ekzistuese përfituan nga 4.000 euro deri në 8.000 euro, ndërkaq 10 startup biznese nga 2.000 euro deri në 4.000 euro.